Falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, salavate për shëndetje i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër xhamat praneshëm, Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se po takohemi në këtë ditë xhumë, këtë xhumë të parë të këtij viti, duke lutur Allahun fuqiplot që mbi gjithë neve Allahu ta zbret mëshirën e tij, bereqetin e tij dhe udhëzimin e tij, Allahumma amin. Aja për cilën sot këta pak minuta që i kemi përpara vetes do të mundohemi me fol është tema që e kum titullu Ku po të çon rruga. Është një temë e cila ka për qëllim që njeriu t'i bëhet i qartë qëllimi që duhet ta ketë në këtë botë. Pra, ta ketë një qëllim të qartë, por të njëjtën kohë ta kupton qëllimin e tij. Ti kupton objektivat e tij, të cilat i ndihmojnë për me realizuar qëllimin madhështor. Si hymje, e dini që qëllimi i çdo besimtari në Zotin, qëllimi më madhor, më sublim, më madhështor, është me arrit kënaqësinë e Allahut. Pra me punën tane, me angazhimin tanë, me djersën tane, me mundin, me veprimtarinë tane, me kontributin tanë, Zoti më koni kënaqur. Kjo është qëllimi më sublim, më fisnik që duhet ta ketë besimtari në këtë botë. Është një dietar i quajtur me emrin Ralph Waldo Emerson, thotë qëllimi i jetës nuk është vetëm njeriu me qenë i lumtur, por duhet me qenë i dobishëm, i respektuar, i mëshirshëm dhe duhet me lot gjurmë, të cilat tregojnë se ka jetuar më herët. Nëse analizojmë këtë thonjë këtij dietari, kuptojmë se pra nuk është thjesht njeriu qëllimi i tij me qenë i suksesshëm. Para se me qenë i suksesshëm me qenë i dobishëm. Sepse ato mbatet realisht edhe suksesi. Sa i dobishëm për njerëzit. Kur e pyetën pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam cili është njeri më i mirë, nuk tha njeri më i mirë ai i cili është më i suksesshëm. Sepse njeriu në aspektin individual mund të jetë shumë i suksesshëm, por është egoist dhe tjerët nuk ja shohin hajre, nuk kanë dobi prej tij. Pejgamberi në pyetjen që ju shtu përgjigj, njeriu më i mirë është ai njeriu që është më i dobishëm për njerëzit. Nuk tha për muslimanët, nuk tha për besimtarët, po e përfshiti këtë njerëzimin. Sa më shumë që është njeriu i dobishëm, është njeriu që e ka qëllim në jetë dhe ka kuptuar realisht për çka Zoti e ka krijuar. Allahu nuk e ka krijuar njeriu në kot. Shumë vende në Kur'an flet Zoti për krijimin e njeriu dhe tregon që nuk e kemi krijuar njeriu për lojë, por njeriu e kemi krijuar me një qëllim të caktuar. Qëllimi pra të nderuar vëllezër, është parim i madh, i lartë, afatgjat, drejtimi përgjithshëm i jetës. Objektivi është një lloj nënqëllimi, apo më thon ndryshe është hapi konkret i matshëm që mund të realizohet plotësisht. Pra qëllimi, nëse mund të shprehemi në këtë formë, është motori i brendshëm, ndërsa objektivat janë hapat gjatë rrugës. Të gjithë duam që jeta jonë të ketë kuptim, por shpesh herë me sjelljet tona, me veprimet tona, jeta jonë nuk ka kuptim. Duam me pas kuptim, por praktikisht veprimet tona janë ato që realisht e determinojnë a ka jeta jonë kuptim apo nuk ka kuptim. Muslimani me theks veçantë, ai që ju ka nënshtruar Zotit, e ka forcën e qëllimit. Muslimanët kanë qëllime të larta fisnike, sepse ato i ka vendosur Allahu xhaleshanu. Siç e tham, qëllimi final i besimtarit është me arrit kënaqësinë e Zotit. Qëllimi i ekzistencës është me njoh Zotin, me adhuru Zotin.
Po qëllimi final, pas këtij hapi, është nëpërmjet njohjes Zotit, në nështroshmërisë ndaj Zotit, me arrit që edhe me kënaqë Zotin. Shpesh herë pejgamberi Muhamedi alayhis salam e ka bën një lutje, ka thonë: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Jam i kënaqur që Allahun e kam Zot. Islamin e kam fej dhe profeti Muhammed e kam pejgamber të zgjedhur në Zotit. Këtë lutje u kam mësu muslimanëve. 3 elemente shumë të rëndësishme: Zoti, programi i Zotit Islami dhe përkthyesi i programit Zotit në praktik profeti i Zotit. Pse ka dërguar Zoti pejgambert? Ka mujt me dërgu vetëm libra në forma të ndryshme. Fein, besimin. Dërgimi i pejgamberëve është përkthim i asaj që përmbojnë librat e shejta. Sepse njerëzit po të vinë te libri do thoshte kush ka mundësi me zbatu këtë libër? Kush ka mundësi me zbatu këtë program? Zoti ka dërguar kopje. Profetin e Zotit, i cili me jetën e tij u ka treguar njerëzve se ky program i Zotit është i mundshëm mu realizu. Ky program i Zotit është i mundshëm praktik mu realizu. Pse shumë njerëz në jetën e tyre nuk e arrin ato që duan? Thjesht sepse nuk e kanë përcaktuar çka dojnë. Pse se arrin? Sepse nuk e kanë përcaktuar ato që dojnë. Me lë njëri jetën me ndodh vetë, dhe që thënë na rastësisht, kjo nuk sjell kurrë rezultati. Sepse me jetu rastësisht, sot për nesër, kjo është me jetu njeriu pa qëllim. Me jetu njeriu pa qëllim është i humbur. E keni pas sistemin e GPS-it që funksionon. Sistemi i GPS-it për me funksionu, mas pare ta lyp vendodhjen. E pastaj ku po do me shku. Ndryshe nuk funksionon. Pra, njeriu do të më ditë ku është në hartë, por edhe do të më ditë ku me shku. Vetëm atëherë funksionon GPS-i, rruga bëhet e qartë. Nga njerë kur i kërkon të GPS-it një adresë, ta lyp vendodhjen. Sa e përcakton. Njeriu që s'ka qëllim, ajo është i humbur, është larg synimit, larg arritjes aty ku kërkohet prej tij. Pra edhe qëllimet që i kuptuam pra është madhore, edhe objektivat funksionojnë së bashku. Qëllimi i madh e jep pamjen e gjerë dhe afatgjate. Objektivat e ndojnë ato në hapa ma të vegjël të realizueshëm. Objektivat e mundsojnë matjen, planifikimin dhe vlerësimin. Sekreti i përparimit është me fillu njeri. Shumë njerëz nuk kanë sukses për shkak se problemi tyne që halasje nis. Nuk mundesh me arrit të qëllimi pa u nis. Pra starti është shumë i rëndësishëm. Fillimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kurse sekreti i fillimit është puna e madhe, mundon pjesë të vogla dhe pastaj me fillu me të parë. Shumë njerëz dojnë vetëm me mri me njëherë atë të caku. Po s'arrihet. Do të me ndonë faza, do të me planifiku mirë, do të me fillu me gjona të vogla, pastaj për me arrit ai qëllimi i madh që e ki. Si realizohen, një pyetje shpesh bëhet, objektivat? Një shembull shumë i mirë më ka pëlqy, e kam shënuar këtu, po kam dëshirë me ndonë me juve. Thot, njeriu e ke po kur është jashtë. Del në jashtë edhe sheh horizontin. Pika e fundit ku e sheh njeri, sa e sheh, kjo quhet horizont. Kur mrrin njeriu te pika e shikimit të tij, atëherë kur mrrin atje ka me po edhe më larg. Prej këtyre nuk mundesh me po për të. Amo kur mrrish atje, tani sheh edhe pjesën tjetër të rrugës. Pra kjo realisht është ndarja e qëllimit madhor në objektiva, cilat në farforme janë domethënë hapat konkret për realizimin e qëllimit. Për me realizu njeriu qëllimin e tij, objektivat e tij, me rrit të cakut të cili i tij, njeriu duhet mas pari me pas dëshirë, me dashtë. Amo dëshira sinqert,
e vërtet. Tha pejgamberi alayhis salam, këtë njerëzit pa dallim kanë me hinë xhenet, veç ata që nuk dojnë. Tha ja Rasulullah, a ka ndonjë njeri i shmendur, i marr, i cili nuk don me hinë xhenet? Tha po, ai i cili nuk më ndjek mu, nuk shkon rrugës teme, ai nuk ka me hinë xhenet. Sepse pejgamberi është rruga. Pra Zoti profet për çka i ka dërgu? Mi ndjek, mi pasu ata. Pra e para me dash njëri duhet. Kur e don njëri diçka, ka dëshirë të flakt, e arrin me lejen e Zotit. E dyta, nuk mjafton vetëm me pas dëshirë. Do të me përdor lapsin, për çata ka në Kur'an fjala për lexë. Nun wal qalami wama yasturun. Nun pasha lapsin edhe shkrimin. Zoti është betu. Pra do të me përdor lapsin. Çka na vjen lapsi, mi shkruaj objektivat. Mi sqaru çka don, pse? Çfarë detajesh? Vendos plan, vendos strategji. Motivo veten. Gjona pozitive, pastaj zbatu. Pse këtë temë? Sepse është fillimi i vitit. Nëse këtë nuk e bëjmë fillim të vitit, në çdo profesion, në çdo profil, nuk mund të shpejt tutje. Ose ecë edhe nuk e din tani çka ke realizuar në fund vitit. S'ke pas as plan, as objektiv, as qëllim. Pra edhe në herë, objektivat janë realisht mjeti, jo qëllim, finali i jetës. Vlera e madhe nuk është vetëm njeriu me arrit të cakut të qëllimit. Po a disa është edhe diçka edhe më e rëndësishme. Çaj personi që jeti gjatë rrugës. A kuptu ti den? A ka ndryshuar diçka te ti? Nëse të gjatë rrugës e koni qëndrueshëm, e kon pozitiv, e koni i mirë, e dobishëm. Ti shpërblehesh për mundin. Nuk shpërblehesh për rezultatet. Allah nuk ka më na kërku prej neve, po pse nuk e arrit këto, ose pse se ke bë këto, ose ku do diun. Zoti ka më na pyet neve, a kemi dhënë mund? A jemi angazhu, se nga njerë njeriu mund të jep mund, angazhohet, po nuk arrin cak. Po flas në përgjithësi. Po ka njerë njeriu është nis, po në gjysmë rrugës ka përfunduar misionin e tij. Ka qenë sinqert? Ka qenë sinqert në raport me Zotin? Punë dhe veprimet i ka bërë për Zotin? S'ka shiju rezultatet, gjenerata mas ti ka shiju, ma i shpërbly sikur na më pas arrit rezultatet. Pra Allahu ka më na pyet neve për mundin, për angazhimin. Allahu nuk ka më na pyet neve për rezultatin. Po vlera më e madhe është se kush bëhemi na gjatë rrugës. Kur njeriu fillon me mendu, me planifiku, Zoti ja hap shumë mendjen e tij, shumë rrugë dhe shumë opsione i dalin përpara vetes. Por pa ndodhur kjo, atëherë nuk hapen rrugë. Mos harroni, veprat janë ato që flasin më shumë se so fjalët. Njeriu mundet me fol shumë, me qenë orator, eloquent, me pas eloquencë, jashtëzakonshme. Por veprat janë ato që flasin. Kur të bëhet të qartë se çfarë dëshirojmë, dhe kur e përqendrojmë mendjen vazhdimisht te qëllimi final, do të na zbulohet rruga hap pas hapi, më e qartë na u bëhet. Sepse çdo gjë që mendja mund ta besoj sinqerisht, mund ta arrijë. Nëse se beson sinqerisht, nuk mundet me arrit. Kur ka thonë Zoti, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk e ngarkon njeriu për te mundësive të tij. Zoti nuk ka dashur me thonë se njeriu është shumë i dobët dhe s'ka shumë mundësi. Po ka dashur me tregu që Allahu nuk i hin hak njeriu. Ka dashur me tregu që njeriu ka shumë mundësi. Për çata Zoti ka kërkuar shumë prej njeriu. Allahu nuk ka kërkuar prej njeriu, me theks veçantë prej besimtarit, gjëra që s'mundet mi kry, që janë të pamundshme. Ka kërkuar ato që mundet njeriu. Për çata edhe profeti jon i fundit Muhamedi alayhis salam 40 vjet
ka jetu si njeri i thjesht. 23 vjetë si pejgamber. A dini pse? Po dikush mund të më thonë, po se 40 vjetë është pjek maksimalisht, është mosha 40 vjeçare ku njeriu tavan kompletohet në aspektin fizik, mendor e kështu. E vërtet. Por kjo unë mendoj që një prej mësimeve është se ky pejgamber ka ardhur te njerëzit atë me laçet. Ka ardhur te njerëzit. A ka ardhur që njerëzit me i bën me laçe? Jo. Pa gabueshme. Jo. Ka ardhur njerëzit me lë me gabimet e tyre. Le të gabojnë njerëzit. Le të mësojmë prej gabimeve. Nuk ka ardhur që njerëzit me ngrit gradën e melaçeve. Po ka ardhur njeriu me met njeri. Mirë, po ky njeri me pas vetdije, që kur gabon me pranu gabime, thonë o Zot falem. Edhe mos me vazhdu vazhdimisht me gabime. Po me vazhdu më mundu me përmirësu veten. 40 vjetë kemi model pejgamberin si njeri, i thjesht, pa shpallje prej Zotit. Pa është shumë edhe nëseshme edhe këtë pjesë tjetës pejgamberit të Muhammedit a.s. me studiu, me lexu, me mësu se si ka qenë ai këtë 40 vjeçarin e parë. E pastaj 23 vite, prap, edhe pse ka qenë pejgamber i Zotit që shpallja i ka ardhur prej Allahut, ka komuniku me engjëllin Gjibril, me laçen Gjibril. Pra ka shpallja prej Zotit, prap se prap, pejgamberia nuk e ka nxjerr pejgamberin qenit njeri. E kuptuat idenë, ka hongër, ka pi, ka pas gëzime, ka pas idhërime, ka pas sfida, ka pas probleme, ka pas telashe, ka jetu me njerëzit. Nuk është dallu për njerëzve kur e kanë pa njerëzit as mbos veshjes, as mbos pamjes, i njëjtë ka qenë. Pra, ideja është që pejgamberin Muhamedi a.s. ka ardhur si përkthim i fjalës së Zotit. Për çata, Hazreti Aisha, Zoti qoftë të kënaqur me të, kur ka folur për sjelljen moralin e pejgamberit a.s. ka thonë ai ka qenë një Kur'an i cili ka ecë në dy kam. Nuk ka qenë një Kur'an i cili zbukuron këtë pjesë këtu, apo sirtarin ton, apo ku ta dion raftat tona, apo dhomat tona, apo shtëpia tona. Nuk ka qenë. Ka qenë Kur'an i cili ka ecë në dy kam. Çfarë do të thonë ka ecë? U praktiku. Është kuptu. Është punu me ta. Ka punu me ta. Kjo është porosia. Pra porosia që edhe ne, qëllimin final që kemi, me njoft Zotin, me adhuru Zotin, dhe Zotin me arrit kënaqësinë e Allahut, duhet kemi model. E modeli më i mirë është, shëmbëltyra më e mirë, rneku më i mirë është Muhammedi alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. E keni shëmbëltyrën më të mirë, ka thonë Zotin personalitetin e Muhammedit a.s. ai i cili beson Allahun dhe beson ditën kur ka më taku me Zotin. Kusht? Ai që beson Allahun dhe beson ditën që ka më dalë përpara Allahut. Të nderuar vëllezër të pranishëm. E thamë që jemi në fillim i vitit 3. Aja që na duhet kemi praktikisht kujdes duke njoft qëllimin madhor, objektivat, është që ne fillimisht mi kushtu rëndësi të madhe gjatë këtij viti. Rregullimit të raporteve, rregullimit të marrëdhënieve në rend parë me Zotin. Çka e kënaq Zotin? 1, 2, 3, bëni. Çish ka mundësi unë si besimtar më afro të Zotit? 1, 2, 3, bëni. Pra, kujdesi jonë, fokusi jonë do të më qenë në numrin 1. Rregullimi i raporteve tona me Allahun. Se ta ai kena më shku. Prej ti kemi ardhur në këtë botë. Tjertë mundën këtë më na lanë. Zoti s'bën më na lanë. Mundet më të la familja, mundet më të la gruaja, bashorti, fëmia, ku ta dion. Gjatë jetë ka sfida të ndryshme. Ama me Zotin raportet nuk bën më i prish. Raportet me Zotin do të më qenë të forta. Lidhja me Zotin do të më qenë lidhja më e sinqertë. Ku s'kan çësje njerëzit. Bo vepra punë cilat i shërbejnë kësaj lidhje. Kjo lidhje natyrisht do të më njoft Zotin. Do të më adhuru Zotin.
edhe do të me insistu që gjithçka në jetën tonë mi shërby kënaqësisë, arritjes kënaqësisë Zotit. E dyta, do të mi rregullu raportet me njerëzit. Me njëri tjetrin. Të fillu për njerëzve më të afërt, e tek njerëzit më të largët. Që nëse vitin e kalun, ke pas një problem, ke pas një telashe, ke pas një paqartësi, ke pas me dikan, mundot që mos me la me vazhdu këtë vit. Me rregullu, fillim të vitit. Kushterën si raportet me njerëz. Sepse kjo është mac i raportet tua me Zotin. Raportet tua me njerëz janë mac i raportet tua me Allahun. Kushterën si të madhe. Të fillu prej antarëve më të ngushtë familjes. Unë e di që nuk mundet njeriu me kënaqë gjithë. Por njeriu do të më mundu e kënaqë Zotin, e në hijen e kënaqësisë Zotit më mundu që edhe raportet me njerëz me qenë raportet mira dhe raporte që ku ka mëshirë reciproke, ku ka dëmshuri reciproke, ku ka drejtësi. Pra, elementi i dytë, përmirësimi i raporteve me njerëz. Elementi i tretë që duhet m'ia kujtu secili prej neve vetes ti. Me ty apo pa ty, me mu apo pa mu, me neve apo pa neve, feja e Zotit ka me dalë fitimtare. A falesh, a nuk falesh, a shkon xhumo, a nuk shkon xhumo, a jep sadaka, a nuk jep sadaka, e agjeron Ramazanin, a se agjeron Ramazanin, a shkon haxh apo nuk shkon haxh, a i kryen obligimin ndaj Zotit apo si kryen obligimin ndaj Zotit. Nëse ti e lëshon rrugën, dikush ka me zaventsu vendin ta. Allah ka garantu fejnë e ti. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin, kemi zbrit fejnë, po edhe ne do të arrujmë, ka thonë Allahu xhaleshanu. Pra çdo herë bëne këtë lutje, o Zot, përdorna dhe mos na zaventsa. Zaventësimi, kur ndodh zaventësimi? Kur s'ki paraqitje të mirë. Kripolitari, fush. Ose u lodh, ose u lëndu, ose spjadon diçka, me hendrohet. Mos u lodh, mos u dërzo. Qëndro deri në fund. Çka ka thonë Zoti në Kur'an? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin deri sa të vjen e vërteta, e cila nuk ka kur fare dyshime, ajo është vdekja. Mos harro. Katërta. Haku dhe batili, e vërteta dhe kota, kotësia, gjithherë kanë qenë luftë. Edhe do t'jenë luftë, çdo herë kanë qenë ballafaqim, deri në ditën e Kiametit. Nëse s'mund e përkrah hakun të vërtetën, s'paku mos e duar troket kotën, keqen, shtremtën, sepse atëherë nuk e ki Zotin në vete. Në këtë planifikimin e mirë, fillim të vitit, çka do të me pas kujdes? Rëndësi të veçantë ku mrena ditës do të mi kushtu Kur'anit. Qoftë edhe 5 minuta. Së është fjala e Zotit. Qa është që e kupton? Në gjuhën që e kupton, lexo edhe 5 minuta. Kemi vrejtë se ka me pas ndryshime në jetën tonë. Mos harroni, kemi edhe afër Ramazanin, një muaj e gjysmë Ramazanin. Ramazani është muaji i Kur'anit. Qysh me prit Ramazanin? Pritja më e mirë e Ramazanit është të merr me librin e Zotit me Kur'anin. 6. Kujdesu gjatë këtij viti mi bë do punë fshehta që si din kërkosh veç Allahut. Punë për Zotin, ama i di veç Zotit. Mos leja të kërkosh mi ditë. Çka do të qoftë ajo vepër? Qoftë edhe e vogël, bëne për Allahun, mos leja me ditë kërkosh. Nëse ta zbulon dikush një të mirë që e bën, nëse një tjetër. Se qëto të punë të fshehta që bën që i din vetëm Zoti janë më të sinqertat. Edhe këto mundën me të pështu kur je mas të rreziku në jetë. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. 7. Qoj librin cilën kemi lexuar gjatë këtij viti. Librat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vazhdo tutje. Se leximi të bën tjetër njeri. Sa Zoti Kur'an ka thonë lexo, fjala e parë. Fjala e parë që i ka paraprit çdo urnë, imperativi i parë lexo. Studio. Në emrin e Zotit tënd, i cili ka krijuar çdo gjë. Dhe krejt fund kujtoja vetes se
Ata që kanë vdek vitin e kaluar, 2025, edhe ata janë konë gjallë si kuna nasët. Kujto vdekjen, se e mundet marrë pa prit mas. Nuk është kusht marrë vdekja me konë njëri smut. E dhe defekti vdekjes cilë është, lindja. Nuk është smundja. Nuk është as aksidenti. Po është lindja. Kur ndodh e gjeli me arë, kur Zoti e ka caktu para se marrë në këtë botë. Aty janë dhe shkaqet që mundën na mi thonë, sebepe. Amo vdekja kur vjen momenti, aja nuk shtyhet. As ma vonë, po as ma heret. Zoti na i falë gabimet, lëshimet, na i pranoftë ibadetet, adhurimet. Na bof prej atyre ato që flasim dhe veprojmë, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.